Allahun azza wa jalla falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lenin Allahut azza wa jalla me pjesën e fundit të suratul Haqqa, ku sot do të fillojmë me ajetin 38 ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Fala uqsimu bima tubsirun." Fala uqsimu bima tubsirun. Thot dhe unë betohem në krijesat që i shihni. Thot gjithsesi betohem në krijesat që i shihni. Sa prej krijesave madhështore gjigante të Allahut azza wa jall janë argumente të qarta e të hapta para neve që dëshmojnë madhështinë dhe fuqinë absolute të Allahut, e ne kalojmë pranë tyre edhe nuk i vërejmë. Sa krijesa Allahu azza wa jall ka kriju dhe në nxit dhe në thret që të ndalemi dhe të meditojmë rreth atyre krijesave vetëm me një qëllim, që na ta shtojmë imanin dhe bindjen në Allahun subhanahu wa taala. Dhe këto krijesa Allahu subhanahu wa taala i ka kriju që neve të na e tregojnë në rrugën e drejtë e të vërtetë, me të cilat Allahu subhanahu wa taala manifeston fuqinë e tij absolute dhe gjigante, që na dëshmon se askush nuk ka mundësi që të krahasohet me Allahun azza wa jall. Sado që të jetë i madh, sado që të jetë i fuqishëm, i pasur, sado që të jetë pushtetmbajtës, nuk krahasohet me Allahun subhanahu wa taala. Dhe Allah e rastisht dhe betohem, uqsim, betohem bima tubsirun, në krijesat që i shihni, qartazi, haptazi, me sytë e ballit që i keni ju i shihni ato krijesat. Ato mrekulli, ato dëshmi që dëshmojnë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Wa ma la tubsirun. Dhe betohem njëkohësisht edhe në krijesat që ju nuk i shihni. Sa krijesa ka që na nuk i shohim? Krijesa që na nuk i shohim, që jetojnë në qiell, që jetojnë në tokë, që jetojnë në dete, që lëvizin para nesh, na nuk i shohim. Krijesa në ata, mikrobe, atome, kjo, insekte të ndryshme, që na nuk i shohim. Mos flasim për ato që janë në tokë, në thellësitë të tokës. Mos flasim në krijesat që ende si ka zbuluar njerëzimi. A nuk mjaftojnë gjitha këto që ti me bo vepra të mira, po enta është pse mos me zbrit librin krahun e majt. Jo rastisht, ky ajet kuranor vjen pas ajetit la yakulu ila al-khati'un për xhenemlit, që hajnë grisnin, apo thot ushimin grisnin se hanë përveç sa ata të cilët kanë bërë mëkate, kanë bërë gjëna. Thot Allahu fala uqsimu bima tubsirun. Thot dhe betohem në krijesat që i shihni, wa ma la tubsirun, dhe në krijesat që nuk i shihni. Betohem në ta. Vetëm me një qëllim, që të bëjnë e besimtarë më të mirë, e libri të shpallat në të djathë, e ju që thëni njerëzve ha mu kreu kitabia, që thëni njerëzve si shpërmendëm në ajetet paraprake, që lexonin librin tëm. Që disa mirë shkruan te qitapi jam, ka zbrit krajin e djathtë, e aty ka përgëzime myshde për mu si pasojë e asaj që kam pas frikën e Zotit në dunjë. Innehu la qawlu rasulin kerim. Thot me të vërtet, Kurani është shpallje e cila i është shpall pejgamberit kerim, fisnik. Njeri fisnik. Nuk është rastisht e përmend me këto se pejgamberi sallallahu është pejgamberi i Allahut fisnik, i cili fol vetëm fjalë të mira, sepse ai i cili është fisnik i ka fjalët edhe fisnike. I ka edhe qëndrimet fisnike. Është edhe fisnik fund e kry. Ka ta sjedhesh, ajo është njëri fisnik që nga gjua e tij s'del keq. Që ta ban me dije se fjalët e fisnikut janë fjalë fisnike. Mos flasmi kur ata janë shpallje për Allahun subhanahu wa taala.
Për çat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe para se me qenë pejgamber, me kasit ja pa të ngjit epitetin El Emin, El Kerim, i thëshin besniku, fisniku, gjali me nami, dallumi veçum nga mesi i djemve tjerë. Pastaj thot Allahu azza wa jall: "Wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun." Thot fjalët e këtij pejgamberi nuk janë fjalë të një poeti, qalilan ma tu'minun, por fatkeqësia se pak prej juve ka që besojnë. Thot Omeri radhiyallahu anhu, një ditë prej ditëve pa ta dalë në Qabe me prit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për ta rrejat. Alo nuk ish musliman Omeri radhiyallahu anhu. Pa ta dalë para ati që me kap me rej pejgamberin. Sa kur hina në Qabe pas sa i kish dalë para meje. Edhe u falke. Tha unë i shkova mbrapa edhe pritësha, e bona net si ta kryjnë namazin, të kapi dhe ta rej. Edhe anisi tha me lexu suratul Haqqa. Ja nisi prej fillimit, kur erdhi ajeti kuranor: "Wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun." Kur e lexoj ajetin e Allahut, ku Allahu thot fjalët e këtij pejgamberi nuk janë fjalë të një poeti, por fatkeqësia është se pak prej juve e besojnë. Tha unë tamam thash në vete se kjo është poet, se anisi me lexu al-haqqatu mal-haqqa. Allahu ekber, çfarë tertibi, ha? Çfarë tertibi, çfarë radhite. Wallahi nuk janë fjalë të njerëzit, janë fjalë të Rabbul Alaminit. Njeriu kur s'mundet me rendit kështu, asnjëherë. Radhitje gjuhësore e cila përshtatet ngusht me kuptimin thelpsor të ajetit, të fjalës. Tha Omeri kur tha: "Wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun." Thash në vetes kiskana poet. Se tha mendojsha se është poet, si sojshin me kasit mushrikt. E tha një ditë dal të reqat poetin pa lidhe që fol. Kur tha "Wa ma huwa biqawli sha'ir", thash në vetes te kanë ka poet, te kanë ka shka fallxor. Pastaj e lexoj fjalën e Allahut azza wa jall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun." Thot Allahu azza wa jall, e as që janë fjalë të një fallxori, qalilan ma tadhakkarun, pak prej jush marrin mësim nga kjo. Pak prej jush ndalen dhe meditojnë rreth kësaj. Tha Omeri, thash në vete, s'te kanë ka as fallxor, as seirbas. Sepse i patën thonë se është Muhamedi seirbas. Shybja e parë tha mu largu mu njerë. Shybja e dytë mu largu apet tha më njëherë. Sa e ndëgjova, duke thonë se fjalët e tia as janë fjalë të një seirbazi, u largova tha prej ti. Tenzilun mir Rabbil Alamin. Thot Allahu azza jall, këto janë shpallje. Tenzil. Ka ardhën fjellë mudhari, infinitiv, që do të thot zbritje e pa ndërpreme. Infinitivi ka dhënë se ban diçka dhe për momentin të kalumen, për momentin dhe në të ardhmen, i të vazhdu me bo. Që do të thot se Kurani ka zbritje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pa shkëputje prej Allahut tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me anë të Xhibrilit alayhis salam. Thot nuk ka shkëputje, është diçka e sigurt, e zbritën prej Allahut tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, tenzil, shpallje, zbritje. Për çat ka ardhur këto tenzil për me tregu se është prej lart e poshtë, sepse nezala është domethënë me zbrit. Me zbrit prej nalt poshtë. Këtu na e ban me di Allahu dhe se ky Kur'an është i shpallën prej Rabbul Alaminit mbi 7 kat çej tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, që tregon madhështinë e kësaj shpallje. Tha Omeri radhiyallahu anhu kur e ndëgjova se Kur'ani që ka shpallje prej Zotit, tha mu zbut zemra. Dhe njëra nga shkaqet e Islamit të Omerit është kjo. Nuk është shkaku kryesor, për njëra nga shkaqet, siç e përmend Ibn Kathiri në tefsirin e tij. Kështu është Kur'ani, kështu është shpallja. A nuk mjafton që me marr mësim i bret? A nuk mjaftojnë që më përmirësu? A nuk mjaftojnë që me ndryshu? Gjithsesi se po.
Gjithsesi se po, por se ajo që mungon është vendoshmëria me thonën shtash. E jo hajtë se e bëj. Që kjo hajtë se e bëj është shkatruese. E fjala shtash është ndryshuese dhe përmirësuese. Çdo kush që ka thonë shtash po ndryshoj, vallahi ka ndryshuar. Dhe ka shpëtuar nga xhenemi. Shumica që kanë thonë hajt, fundin e kanë pas si ma keq. Sepse fjala hajt se bohet, hajt se e bëj, hajt se ka është fjalë shkatruese. Për kesha kanë thonë arabt e të suifu katil. Kanë thonë fjala hajt është shkatruese, është vrasëse. Ajo të vret, shkatron, të banë helaq. Për që të kanë thonë e të suifu, dhe do të sofe, hajtë se e bëj. Arabisht sofe dhe më thonë hajtë se e bëj, ka thonë është shkatruese. Musë mëson me thonë hajtë. E mëson, e kupton një gabim, një lëshim, një dështim të andën, më njerë për mirësaj. Fillon ndryshimin, mos thuj hajtë se do të ndryshoj, por thuj që po ndryshoj. Kështu banë muslimanë. Wala u të kawwala alejna ba'dal e kawil. Allah azza wa jalla shtash tregon sinqeritetin dhe këmbgulsinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe precizitetin e tij se si ai kumtoi shpallën që zbrit prej Rabbul Alaminit. Kur asgjë nuk ndryshoi prej asaj. Dhe Allah azza wa jalla i sfidon gjithë mushrikët dhe gjithë njerëzimin deri në ditën e Kiametit. Thot wala taqawwala alejna ba'd al-aqawil. Sikur sa do të kishte marrë guximin që me nashtu diçka në shpallën që ne azbresim ati. Apo? Ne bën me dije këto se s'ka shybe në Kur'anin familart. Asni harf nuk është më tepër e as më pak. Asni sure nuk është më tepër as më pak. As një prejse nuk është më tepër as më pak në Kur'anin familjar. Çdo sent është shpallje për Rabbul Alaminit. Thot Allahu azza jall, la akhadna minhu bil yamin. Thot sikur se do të kishte bëuaj diçka me do të kishte marr guximin me shtu diçka në Kur'an, la akhadna minhu bil yamin. Do ta kishmi kapat me të djathtën. Janë dy komente. Thon dietarët, do ta kishmi kap me të djathtën, është për qëllim se ta kishmi kap dhe ta kishmi dëshku me të madhe. Sepse kapja me të djathtën nuk kupton kapja me të fortë. Sepse forca është në dorë të djathtë. Dhe çdo herë ajo që është e fortë, e drejtë, e mirë, e sinqertë simbolizon të djathtën. Disa kanë thonë, edhe sikur do të kishte bënë një gabim, ne do ta kishmi kap me të mira, do ta kishmi ndryshu, por s'ka bëhen kështu. Sepse është pejgamber fisnik, a e zbank si gabime. Laqata'na thumma laqata'na minhu al-watin. Thot dhe pasi që ta kishmi ndëshku me të fort, këto është shka laqata'na minhu al-watin. Thot thumma laqata'na minhu, e pastaj thot pasi do ta kishmi kap me të fort, do ta kishmi prej dhe pkut arterien e zemrës, që nuk kupton se do ta kishmi marrë shpirtin. Kush e ka ditë para 1400 vjetëve se zemra ka arterje, që kur të prejet s'ka jetë? A keni ndëgjuar dikujt me prej arterien e zemrës edhe me jetu? Po, me marë zemrën me lidh në aparate bashkohore, po. A me apkut zemrës arterien edhe me lon për me tavolina a jeton? Apo me lon zemrë ashtu në trup? Kush e ka ditë para 1400 vjetëve arterien, uetin, arabisht i thënë. Kush e ka ditë? Edhe apet mos me besu, edhe apet kardiologët me bo shik zotë dhe me thonë unë e kam zemrat në dorë, vallaj kur gjos ka në dorë ata. Sepse dhe arteria atim është në dorën e Rabbul Alaminit. Allah ja pret kur do dhe si do. Pasi që është kërcnu, që ja pret edhe pejgamberi sa sa po të bëndu një gabim tillë, ja pret edhe çdo kujt që Allah dën me ja prej arterin e zemrës. Ama a nuk është kjo mrekulli që mjek du të mundal dhe me thonë çish ka mujt
në atë kohë primitive, me ditë dikush emrin arteria. Që me ditë dhe me kuptu se është damari kryesor i zemrës. Hajp kutat shkoj njeri. Një damar është e. Mrekulli. Mugjizet që dëshmon se ki Kur'an është pallje për Rabbul Aleminit të një pejgamber fisnik. La ilaha illallah. Edhe apet ko kardiolog që janë Allah musliman e që kanë dëgju këta e të Kur'anor. E apet na muslimat marim guximin me thonë kardiologit, doktore, jadën billah, me thonë doktor, zemra e babës sa më shëndorën të onde. A na ka hije neve me thonë kështu? Wallahi është ndorën e Rabbul Aleminit. Mjeku është vetëm sebeb, shkaktar. Se 100 arterje mi në gjitë e mi vnu, kur e ka shkryt Rabbul Alemini me pëkutat arterje, s'ka me jetu e zemër. S'ka me rejma e zemër. Wallahi mrekullin, bim mrekulli në Kur'anin familjar, para 1400 viteve, Allahu Azza të regon se zemra ka arterje dhe së është damari kryesor i zemrës. Edhe Allah ka musliman që me mjek kardiolog flasin ashtu, edhe që ditë në si ka Allah kardiolog të cilët nuk janë musliman, pas gjithë kësaj. Allah ju zoftë e i drejtoft në rrugën e vërtet. Fema minkum min ahadin anhu hajizin. Thot po ta vendosim që na ta ndëshkojmë apo t'ja presme arterin e zemrës, thot askush nuk ka mundësi që me na pengu, që me vëndu penges mes neve dhe ati. S'ka mundësi askush. Kjo vlen për pejgamberin sa sënëm, paramendoj për të tjerit. Kur të vendosë Allah Azza wa Jalla që dikujt me ndërprej punimin e zemrës së tij dhe rrahjet e zemrës së tij, kush ka mundësi me pengu? Vendimin e Zotit, me ndal kaderin e Allahut, askush nuk ka mundësi. Gjithë kardiologët e zemrës e mledhen me një anë, nuk kanë mundësi me ndryshu caktimin e Allahut. Nuk kanë mundësi me ndryshu caktimin e Allahut. Nëse Allah e ka vendosur që a zemër mos punon. Shansa s'ka. Thot Allahu Azza fama minkum min ahadin anhu hajizin. Askush nuk mund të na pengon neve që të realizojmë atë vendim mes neve dhe pejgamberit, askush nuk ka mundësi me ndryshim. E për tjerë zbot ma bet. Zven shprehje. Alo ma hiq. Thot Allahu subhanahu wa taala wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin. Thot gjitha këta janë për kujtim për devotshmit. Janë për kujtim gjitha këto. Prej fillimit të suratul Haqqa deri këto, thot janë për kujtim lilmuttaqin për devotshmit. Pse? Sepse ato që s'kan devotshmëri apet s'marrin vesh. Apet nuk ndryshojnë. Zemra ti është bogur. S'ni. S'ti thas gjan. Mere gjuju i këti kurit. Anin diçka. Asgjë s'ni. Mshoj. Asgjë. Gjuj uj, se thith. Gjuj mjalt, si ban dobi. Gur. Gur. Kur ti bot dikuj zemra gur, si ban dobi, apet. Po prapë se prapë, këto janë këshilla për devotshmit vazhdon iman alo ma tepër. I ban alo ma të devotshëm. Alo ma të sinqert. Alo ma të dobishëm, alo ma të vyshëm. Këto janë këshilla për kujtime për devotshmit. I devotshmit sot çka thot? O Zot elhamdulillah, që Allah na kelon gjithë arterin e zemrës. Unë e tham kështu vallai, parzët kështu thash. Që Zot që Allah më rej zemra. Se me do është Allahu, nuk do të kishte rej zemra jonë. Asë nuk do të kishte qenë në gjitur arteria jonë. Por gjitha kjo është mirësi dhe begati madhështore Allahut që na falënderojmë Allahun në atë ditë. Para mendone këtë mirësi të madhe të Allahut Azza wa Jall. Para mendoni sa janë të mëdhaja sallët ku bëhet operimi i zemrës. Përkohësisht, sa të caktume, sa aparatura, sa mjeku duhet qëndron aty, për një zemër kaq të vogël, top mishi kaq.
Që kaqa? Allah azza wa jall çket trup të vogël, një kaçore, 1 metër një xhilet. Njëri tak ja ka vënë çto në gjeks, as nuk i duket, as nuk i pengon, as nuk e nin dung ti boje kur gjo hiç. As rrim s'du tashni ta mushë pak. Apo as nuk duhet njerëz me abojt zemrën, as që është i vetëdijshëm se ka zemër në gjoksin e tij. Kur sot elhamdulillah Zot që na ke fal zemër. A tjetri kur nuk i shkon mendja me falendru Allahun për mirësinë e veshkave, e bubrekve. Shkonin dialis. Këshirni sa aparati i madh duhet mas pakti 2 orë apo 4 të punon për ta bë pastrimin e gjakut vetëm për 2 ditë. Punon ai aparati më dung. Vitamina japin, proteina japin, vetëm 2 ditë. Ta ketë gjakun pak më të sigurt, sa apet infektohet. S'ka drejt me onket, s'ka drejt me piket, ti veshka jot, as që i vetëdijshëm se i ki këto apo. Një kaçore, as se sheti ta pastron gjake. Ta lën gjake po e ki fri më ongër. Open, çka dush hapi? S'ki nevojë me marr vitamina që me ndihmu gjakun me adhon disa vitamine sa aparati një ta ndresh, dy ti prish. Ti hub vitamina, s'te kur gjon. Sa magneziumin e kalciumin dush me marrë mas ati aparatit, Allah biler, Allah i mos të sprovov s'kur. Kur në asëjnë, alhamdulillah, Zot, për shnetin që na i ke dhënë. Na vez dinar dhe s'ka. Kur sëjnë, alhamdulillah. Mirësi, begati Allahut, kur sëjnë, alhamdulillah. Allahut ka dhënë shnet tuj, alhamdulillah, kitë mirat i kam. Mirësi, mbi mirësi, Allahut na ka dhënë. Dhe para mendoni Allah ka njerëzit që s'janë musliman. Absurde, pa qartë, pa kuptueshme, si s'ndalen me mendu me thonë gjitha këto të mira pika erdhën. Kush e sistematizoi veshkën me punu kështu? Gjithë këtë funksion të madh që e kryen një aparat 5 metre katror, e kryen një copë mishi kaq që vogël. E vendos me një vend që kur s'pengon. As që i vetëdijshëm që i ki me vetë. La ilaha illallah. Mrekulli mucize. E fal sa të duhesh për gjymtyra të tjera. Sa të duhesh fal. Sa të duhesh fal. Që i shofmi, aty si shofmi mrejna që ka, Allah biler. A ke dhonë dë njerë sa ta ka? Shem falëndërimin ndaj Zotit që Allah ta kalon zemrën e shnosh? Që Allah të ka falë veshkët e shnosha, si që dhe përgjigjet vetës. Ama se ki vonë me dhonë sadaka. Shem falëndërimin dhe Allahot për gjitha këto mirësi dhe begati. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, wa inna le na'lamu anë minkum mukadhibin. Thotë Allahu zhe, na e dim, thotë fort mirë, se në mesin e juve ka përgënjështrus. Ja ka zonë këtë qartë mirë, aja petë zbeson. Por le nëse zbeson, e përgënjështron, thotë, ja beso që ashto. Rajni ju, triloni, mashtroni, hile bëni, sirbas, poet, trilus, shka të dush, thot, apet, thot Allah, e di, thot na e dim, që në mesin e juve ka përgënjështrus, që si pesan këta, por bile i përgënjështron, kjo zullumqar mbi zullumqar, se zë zullum më mos me besu, a me dhe me përgënjështru është djerzëni. Thotë Allahu subhanahu wa taala, wa innahu la hasratun ala al-kafirin. Thotë ka marrë dita ku Kur'ani dhe për Kur'anin kanë mu përmadhu qafirat, mohuesit. Kanë mu përmadhu qafirat. Hasret kanë më konë për Kur'anin, kanë me thonë, sikur se të kishmi besu në këtë Kur'an. Sikur se të kishmi besu në këtë Kur'an. Sikur se të ishmi ndalë, të kishmi mendu rreth fjalëve të këtij libri të shenjtë. Hasret, ama vonë. S'ka këthim prap. Ja lejtina nuraddu fe namel e gajre ledhi kunna namel, kanë me thonë. Si që përmendë Allah në Kur'an, kanë me thonë, sikur se o Zot, të nepsh një shansë të kthejna e të bëjmë punë, ndryshe për ative punëve që i kemi bo.
bëjmë të mira në vetë sa të këqija që i kemi bo. Ne mund sa të këthemi. S'ka mundësi, s'ka këthim brap. Hasret, për malum, kanë me qenë për Koranën, pse se kanë besu. Pse si ju kanë nështru, o Zot, ty të falëndërojmë që ne kemi besu këtë Koran dhe imi nështru ati Koran. Wallahi, mirësia Allahut, mos mendoni se këtë mirësi kemi pse na jemi të mençëm. Mos mendoni se këtë mirësi e kemi pse na jemi këto. Pse e kemi pse Rabbul Alamin i ka dashur. Falënderoj Allahun, mos thuj rrjedhë prej familjes muslimane. E unë jetoj në Shkup s'ka përveç se musliman. Jo, valla, në Shkup ka qafiri ka. Po ka dashur Allahu që me të dallu me iman e me besim mesin e atyre. Që pej Zotit që s'kina me qenë Kur'an për Kur'anin e hasret në ditën e gjykimit. Po kina me thonë, ha, lexojni librin tem, i mbush plot me Kur'an. Kam punu si që ka thonë Kur'ani, kam vepru si që më kam mësu ki Kur'an familart. Falëndërej Allah. Falëndërej madhërej Allah për këtë mirësi e begati. Wa innehu le haqqul yaqin. Thot me të vërtet, Kur'ani është e vërtet qka yaqin. El yaqin, e vërtet e cila është bindëse. Pa hamendja, pa dyshim. Në Kur'an s'ka argument që shtin me mendu. A thua që shto nuk ashtu. S'ka në Kur'an, yaqin, të thënë, është e bindshme. 100% e vërtet dhe e sigurt, s'ka. Kur thot Kur'ani se zemra ka artere, ka artere. Qeni 100 zemra, s'ka mundësi me dalë zemrë pa artere. Allahu ka thonë që ka artere zemra. Kry puna. Misi, begati Allahut, që ki Kur'an është i vërtet dhe i sakt, dhe çdo se në zbritun nga Rabbul Alamin mbi 7 ka qej. Fasabbih bismi rabbikal azim. Allahu akbar. Falënderoj Allahun. Falënderoj Allahun duke e përmend emrin e krijuesit tënd të madh. Ty të falënderojmë o Zot, i madh, o pronar i 7 kaqeve, o ti i cili je mbi 7 kaqej, o ti i cili je mbi arsh, ty të falënderojmë për gjitha mirësitë dhe begatit që na i ka dhënë. Ty të falënderojmë për Islamin që na i ka dhënë. Ty të falënderojmë për imanin që na i ka dhënë. Ty të falënderojmë për shëndetin që na i ka dhënë. Ty të falënderojmë për gjitha mirësitë dhe begatit që na i ka dhënë, dhe ty të falënderojmë që na ka kriju si musliman, që na ke prunë këtë dunjë si musliman. Ty të falënderojmë që do të na mundsosh që dhe të jetojmë si musliman, dhe ty do të falënderojmë edhe kur të na marrë shpirtin si musliman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.